Në një ambient si Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh shndërrohen në dramatizim dhe çdo ndjenjë interpretohet si konflikt i pashmangshëm, qëndrimi i Albës vjen si një kundërrym e qetë, por e fortë. Kur ajo i drejtohet Limit dhe i thotë, "Nuk jam e mërzitur. Nuk dua të ndërpres marrëdhënien tuaj. Nuk keni pse të bëni asgjë për mua. Nuk dua të ndaheni." Alba nuk po mohon ndjenjat, ajo po vendos kufi racional, dhe kur e mbyll me fjalinë "unë jam realiste", ajo nuk po justifikohet. Ajo po deklaron një pozicion jetësor, qetësia që ngatëron ata që presin dramë, shpesh kur një person përfshihet në një situatë të ndërlikuar emocionale. Publiku pret reagim të fortë, lot, ultimatume, kërkesa, presion. Alba nuk ofron asnjërin prej këtyre. Ajo ofron qartësi. Dhe kjo qartësi, në një format që ushqehet me tension, duket pothuajse e pazakon. Të thuash nuk jam e mërzitur nuk do të thotë se nuk ndjen. Do të thotë se nuk e lejon ndjenjen të marrë kontroll mbi arsyen. Nuk dua të ndërpres marrëdhënien tuaj. Një fjali që tregon pjekuri, kjo fjali është ndoshta më e forta në gjithë deklaratën e Albës. Sepse ajo heq dorë nga një pozicion shumë i zakonshëm, ai i personit që me apo pa vetdije kërkon të bëhet qendra e vendimit të tjetrit. Alba nuk kërkon të jetë arsyeja pse dikush ndan një marrëdhënie. Ajo nuk kërkon pushtet emocional. Përkundrazi, ajo e refuzon atë. Kjo është pjekuri emocionale, të mos ndërtosh vlerën tënde mbi zgjedhjet e tjetrit. Nuk keni pse të bëni asgjë për mua. Në këtë fjali, Alba vendos një vijë shumë të qartë. Ajo nuk dëshiron që dikush të veprojë nga ndjenja e fajit, presionit apo detyrimit moral. Ajo nuk dëshiron sakrifica që nuk vijnë nga bindja e lirë. Kjo e çliron situatën nga manipulimi emocional. Sepse sa herë që dikush bën diçka për dikë, pa e dashur realisht, pasojat janë gjithmonë më të rënda më vonë. Nuk dua të ndaheni. Refuzimi i rolit të shkaktarit në Big Brother, shpesh dikush etiketohet si arsyeja e ndarjes. Alba e refuzon këtë rol hapur. Ajo nuk dëshiron të jetë emër në një konflikt që nuk i përket drejt për drejt. Ky është një akt vetëmbrojtjeje. Sepse të jesh shkaku i ndarjes së dikujt tjetër, edhe kur nuk ke faj, të ngarkon emocionalisht dhe publikisht. Alba zgjedh të mos e mbajë këtë barë. Realizmi si filozofi, jo si ftohtësi. Kur Alba thot unë jam realiste, ajo nuk po thot se është e ftohtë apo indiferente. Ajo po thot se e njeh realitetin e situatës. Marrëdhëniet ekzistojnë, ndjenjat janë të ndërlikuara dhe vendimet nuk merren në vakum. Realizmi i saj qëndron në pranimin se jo çdo ndjenjë duhet të shndërrohet në veprim dhe jo çdo afrim duhet të prodhojë përmbysje. Alba dhe refuzimi i viktimizimit, një nga gjërat më të forta në këtë qëndrim është se Alba nuk e pozicionon veten si viktim. Ajo nuk kërkon mëshirë, as mbrojtje, as ndërhyrje. Ajo flet si një individ i barabartë, i vetëdijshëm për vlerën e vet. Në një format ku viktimizimi shpesh sjell simpati dhe ekran, Alba zgjedh të mos e përdorë atë kartë. Limi përballë një qëndrimi të papritur për Limin. Ky qëndrim është sfidues në një mënyrë tjetër. Sepse ai nuk përballet me kërkesa, por me liri. Dhe liria shpesh është më e vështirë se presioni. Kur dikush nuk të kërkon asgjë, ti mbetesh vetëm me përgjegjësinë e zgjedhjes sate. Alba nuk e shtyn. Nuk e ndalon, nuk e manipulon. Ajo thjesht i tregon se nuk është arsye për vendime të nxituara. Publiku dhe keqkuptimi i qetësisë, shpesh qetësia interpretohet si mungesë ndjenje. Por në rastin e Albës, qetësia është kontroll. Është zgjedhje për të mos e përshkallëzuar një situatë që tashmë është e ndërlikuar. Publiku që e vëzhgon këtë moment shet diçka të rrallë, një person që nuk po luan rol, por po mbron ekuilibrin e vet emocional, një mësim që shkon përtej shtëpisë. Ky moment nuk ka vlerë vetëm brenda Big Brotherit, ai ofron një mësim më të gjerë, se mund të jesh i pranishëm pa qenë ndërhyrës, i ndershëm pa qenë i ashpër, dhe i ndjeshëm pa qenë i varur emocionalisht. Alba tregon se është e mundur të thuash, unë jam këtu, por nuk jam arsyeja pse ti duhet të ndryshosh jetën tënde. Përfundim, forca e realizmit emocional. Në fund, deklarata e Albës nuk është mohim i ndjenjave, por respekt për realitetin. Ajo nuk kërkon të fitojë një histori. Ajo kërkon të mos humbas veten brenda saj, dhe në një ambient ku shumë gjëra bëhen për lojë, për ekran dhe për narrativ, Alba zgjedh të jetë thjesht ajo që tha vetë, realiste. Kjo, ndoshta, është forma më e pastër e guximit emocional.